Është gëzim të hapim Biblën së bashku, të studiojmë fjalën e Perëndis. Dhe sot do fillojmë me një seri të re, gjatë javëve dhe muajve në vijim, do të studiojmë së bashku Ungjilin sipas Gjonit, do të shikojmë pak rrëfimin e Gjonit për lajmin e mirë që kemi në Zotin Jezu Krisht. Dhe sot shpresoj se do të flasim për 3 vargjet e para të Ungjilit, por përpara se të fillojmë me Ungjilin sipas Gjonit, duhet të mendojmë pak për një gjë, duhet të kuptojmë pse është kaq e rëndësishme për ne të studiojmë këtë Ungjil. Duhet të flasim për çfarë do të fitojmë nga Ungjili sipas Gjonit, për kush ishte Gjoni dhe për pse shkroi Gjoni. Çfarë dëshironte Gjoni të arrijë fjalët e tij në këtë libër. Kush ishte Gjoni? Mendoj se të gjithë e dimë, Gjoni ishte ndoshta miku më i ngushtë i Jezusit këtu në tokë. Ai ishte një nga 12 apostujt, të cilin ishin me Jezusi për 3 vite, duke mësuar nga Jezusi, ndërsa ai udhëtoi nëpër Izrael. Gjoni ka dëgjuar shumë nga Jezusi, ka dëgjuar predikimet e tij, mësimet e tij, ka parë shumë nga Jezusi, ka parë veprat e tij, ka parë mirësinë e tij. Gjoni e njihte Jezusin, e njihte karakterin e tij. Por edhe Gjoni më shumë se sa thjesht një nga të 12-t, Gjoni ishte një nga 3 dishepujt më të ngushtë, rrethi i ngushtë i Jezusit. Disa herë në Ungjil ne lexojmë për raste kur Jezusi ka thirrur vetëm 3 nga të 12, vetëm Pietri, Jakobi dhe Gjoni, për të parë një gjë të veçantë. Atyre ju dha një privilegj të shihnin edhe më shumë për Jezusin se sa të tjerët. Dhe edhe më shumë në fakt se sa një nga të 3, Gjoni duket se ishte i pari. Ishte më afër Jezusit në mbrëmjen e fundit të jetës së Jezusit këtu në tokë. Të gjithë dishepujt ishin ullur së bashku rreth një tryez. Dhe kush ishte pranë Jezusit atë mbrëm? Kush ishte mbështetur te Jezusi me kokën e tij në krahun e Jezusit? Kaq afër për t'i bërë pyetje që të tjerët nuk do të dëgjonin. Ishte Gjoni. 5 herë në fakt në këtë Ungjil, Gjoni do të quaj veten e tij dishepulli që Jezusi e donte. Është një libër e shkruar nga njeriu që e njihte Jezusin më mirë se çdo njeri tjetër. Nëse ne duam të njohim Jezusin, nëse duam të kuptojmë mendjen e Jezusit, të shikojmë me qartësi karakterin e tij, na duhet librin e Gjonit. Kush është Gjoni? Miku më i ngushtë i Jezusit, dishepulli më i afërt i Jezusit. Pse shkroi Gjoni këtë libër? Për çfarë qëllim shkroi ai këtë Ungjil? Nuk kemi nevojë të hamendësojmë për këtë. Nuk duhet të themi, ndoshta për këtë, mbase për atë, sepse Gjoni na tregoi. Gjoni na tregon në kapitulli 20 dhe vargjet 30 dhe 31. Gjoni thot për Ungjilin e tij: Jezusi bëri edhe shumë shenjë të tjera para dishepujve të tij, të cilat nuk janë shkruar në këtë libër, por këto gjëra janë shkruar, që ju të besoni se Jezusi është Krishti, biri i Perëndis, dhe që duke besuar të keni jetë në emër e tij. Gjoni shkroi librin e tij për të na treguar se Jezusi është Krishti, biri i Perëndis. Të gjithë Ungjilit në fakt na tregojnë për këtë, por Gjoni na tregon në mënyrë më të fortë, më të
emosiynwr, my të jaw, a'i natregon per hwnin e Jezusit. Nëse nuk do të kishim këtë libër, nëse Johnny nuk e ka shkruar gjërat që ai ka shkruar, ka shumë gjëra që ne thjesht nuk do të dinim për Jezusin. Është në Ungjili sipas Johnit që Jezusi ka thënë Filipit, kush më ka parë mua, ka parë atin. Është në Ungjilin sipas Johnit që Jezusi ka thënë, unë dhe ati jemi një. Është në Ungjilin sipas Johnit që Jezusi ka lutur duke thënë, më përlëvdo o atë me lavdin, që unë e kisha pranë teje para se të bëhej bota. Johnny na tregon shumë për marrëdhënien e Jezusit me atin e vet, më shumë se sa ungjit e tjera. Johnny dëshiron që ne të dim atë që ai dinte për Jezusin, të hymë në përvojën e tij, për kush është Jezusi, të besojmë ashtu siç besonte ai. Johnny, siç kemi thënë, ai kaloi 3 vjet duke ecur me Jezusin, duke folur me të, duke ngren vakte me të, duke udhëtuar me të, duke punuar së bashku me të. Ai nite Jezusin shumë mirë. Dhe ai e dinte se mikun e tij ishte dhe është Perëndia që krijoi universin. Johnny na thot në Ungjilin e tij, ose Jezusi na thot në fakt në Ungjilin sipas Johnit, kjo është jeta e vërtet, të njohësh ti Perëndin dhe Jezu Krisht që ti e ke dërguar. Çfarë është qëllimi ynë? Çfarë është qëllimi i jetës? Pse jemi krijuar? Jemi krijuar për marrëdhënie me Perëndin. Jemi krijuar për të jemi bijt e Perëndis, për të kthej syt te Perëndia me lavdërim, me falënderim, me mirënjohje. Kjo është arsye pse u krijuam. Dhe Johnny, kur ai ishte bashkë me Jezusin, ai ishte pak si Adami në kopshtin e Edenit, duke ecur me Perëndin, duke parë me syt e tij Perëndia në tokë. Ai dëgjoi Perëndin të fliste, ai pa Perëndin të vepronte. Ai nite Perëndin si mikun e tij. Dhe Johnny na thot, po shkruaj këtë libër që ju të besoni. Dhe duke besuar të keni jetë të vërtet. Johnny kishte një miqësi me Perëndin, sepse kishte miqësi me Jezusin. Dhe Johnny është në gjendje të na mësoj, të ndajmë miqësinë e tij me Perëndin. Ai shkruan që edhe ne mund të njohin Jezu Krishtin. Le të kthehemi pak pra te Ungjili sipas Johnit, dhe do të lexojmë nga kapitullin e parë. Kjo është një kapitull shumë e rënd, plot me shumë gjëra të vërtet, dhe nuk do të flasim për shumë vargje, pra do të përqendrohemi te vargje 1 deri në 3 sot, por do të lexojmë nga vargu 1 deri në vargu 18. Johnny, kapitullin e parë, vargu 1 deri në 18. Le të dëgjojmë fjalën e Perëndis. Në fillim ishte fjala, dhe fjala ishte me Perëndin, dhe fjala ishte Perëndi. Ai ishte në fillim me Perëndin. Të gjitha u bën me anë të tij, dhe pa atë nuk u bë as edhe një nga ato që janë bërë. Në të ishte jeta, dhe jeta ishte drita e njerëzve, dhe drita ndrit në errësirë, dhe errësira nuk e kuptoi. Që një njeri i dërguar nga Perëndia, emri i tij ishte Gjon. Ky erdhi për dëshmi, që të dëshmoj për dritën, që të gjithë të besojnë me anë të tij. Ai nuk ishte drita, por erdhi që të dëshmonte për dritën. Ai ishte drita e vërtet që ndriçon çdo njeri kur vjen në botë. Ai ishte në botë,
de bota u bë me anë të ti, de bota nuk e njohu. Erdhi te të vetët nuk e pranuan. Por të gjithë atyre që e pranuan, a ju dha pushtet të bëhen bi të Perëndis. Atyre që besojnë në emrin e ti, të cilët nuk lindën as prej gjakut, as prej vullnetit të mishit, as prej vullnetit të burit, por prej Perëndis. Dhe fjala u bë mish, dhe ndeni ndër ne, dhe ne soditëm lavdinë e ti, si lavdia e të vetëm lindurit nga Ati, plot hir e të vërtet. Johnny dëshmoi për të, dhe thiri duke thënë, ky është ai për të cilin thash, ai që vjen pas meja, zë vend para meja, sepse ishte për para meja. Dhe ne të gjithë morëm prej plotësisë të ti, hir mbi hir, sepse ligji u dha nëpërmjet Mojsiut, por hiri dhe e vërteta u bën me anë të Jezu Krishtit. Askush se pa Perëndin kur, i vetëm lindur i bir që është në gjirin e Atit, ai e bëri të njohur. Ky është fillim i Ungjillit sipas Johnit, dhe Johnny fillon Ungjillin e tij me dy fjalë. Fjalë shumë të veçantë, ai fillon në fillim. Dhe këto dy fjalë janë shumë të njohura në Izrael. Sepse ka një libër tjetër të Biblës, ka një libër të Dhjetës së Vjetër që fillon me të njëjtët fjalë. Cili libër fillon në fillim? Zanafilët të gjithë e din, po. Dhe Johnny po bën jehon të zanafilës një. Ai dëshiron që ne të mendojmë pak për zanafilën, që ne të kthehemi prapa në fillim të kohës, në kohën para se të krijohej koha. Ndoshta disa prej nesh kanë dëgjuar predikime nga ungjillit e tjerë, të gjithë kemi dëgjuar nga Ungjilli sipas Markut e di. Dhe Marku fillon Ungjillin e tij me pagazimin e Jezusit, me Gjon Pagazori. Luka dhe Matheu i fillojnë ungjillit e tyre pak më herët me lindjen e Jezusit. Por Johnny shkon shumë më herët, shkon drejt fillimit, shkon para fillimit të botës. Nuk kishte yjet, nuk kishte planetet, nuk kishte galaktika, nuk kishte hapësirë, kishte vetëm Perëndi dhe asnjë gjë tjetër. Dhe Johnny dëshiron që ne të mendojmë për fjalët hapëse të zanafilës, sepse ai dëshiron që ne të kuptojmë diçka për Jezusin. Johnny po thot se në fillim, para se Perëndia krijonte botën, një gjë ekzistonte tashmë. Kishte Perëndi, edhe kishte fjala, thot Johnny. Fjala ishte në fillim me Perëndin. Fjala nuk kishte fillim. Fjala nuk u krijua. Ishte aty para krijimit. Johnny nuk ka filluar të na shpjegoj se kush është fjala ose çfarë është fjala, por ai na thot një gjë në fillim. Fjala ishte aty përpara se të gjithë. Përpara se Perëndia të krijonte ndonjë gjë. Ishte fjala. Fjala ka qenë aty gjithmonë. Dhe pastaj Johnny thot fjala ishte me Perëndin dhe se fjala ishte Perëndi. Okej, nëse fjala ishte aty para se Perëndia të krijonte ndonjë gjë, nëse ai ishte aty kur vetëm Perëndi ishte dhe asgjë tjetër, patjetër që fjala është Perëndi. Por ka një gjë këtu që është e vështirë për të kuptuar. Bibla na tregon me shumë qartësi ka vetëm një Zot, apo jo? Kjo është ajo thënie që Mojsiu ka thënë, dëgjo Izrael, Zoti Perëndia ynë është një i vetëm. Kështu tha Mojsiu, nuk ka shumë Perëndi, ka vetëm një krijuesi i universit.
Perendia I Abrahamit, I Jacobit, I Isacwt. Të gjithë kombet, të gjithë popjut adhërojnë shumë perëndit, por në të vërtet ata nuk janë perëndit. Ka vetëm një perëndi të vërtet të gjallë. Dhe duhet të duam këtë perëndi pra me të gjithë zemër, me të gjithë mendje, me të gjithë shpirt, me të gjithë forcë. Kjo është ideja që Zoti ka dhënë Mojsiut. Por këtu Gjoni na thot se në fillim ishte perëndi edhe ishte fjala. Dhe fjala ishte me perëndi, ishte drejt perëndis, ishte ball për ball me perëndin. Por megjithatë fjala ishte perëndi. Si mund të jetë kjo e vërtet? Si mund të jetë fjala me perëndin, por edhe fjala është perëndi? Gjoni po përdor fjalë të vështirë, po përdor një gjuhë të çuditshme, por duhet të bëj, sepse Gjoni po përpiqet të na shpjegoj një gjë që është për te mendjet tona. Ai përpiqet të shpjegoj një gjë që mendjet tona në fakt nuk janë aq të mëdha që të kuptojnë me qartësi. Ai po na ndihmon të kuptojnë natyrën e perëndis të pafund. Brenda qenies së vetme të përjetshme të perëndis ka të paktën dy persona, dy vetdije, perëndia dhe fjala e perëndis. Pak më vonë, në Ungjillin e tij, Gjoni do të na tregoj për frymën e shenjtë, por këtu ai flet thjesht për fjalën dhe për perëndia që flet fjalën e tij. Perëndia nuk ka qenë kur I vetmuar, Gjoni na thot. Nuk ka qenë izoluar ndonjëherë. Perëndia dhe fjala e tij kanë qenë gjithmonë ball për ball, kanë qenë me njëri tjetrin. Kanë një marrëdhënie që nuk kishte fillim dhe nuk do të ketë mbarim. Dhe është shumë e qartë në fakt se kur Gjoni thot fjala e perëndis, ai po flet për Jezusin. Gjoni thot në vargun 14, fjala u bë mish dhe ndeni ndër ne sot ditëm lavdin e tij. Gjoni ka parë lavdin e fjalës, si lavdia e të vetëm lindurit nga Ati, plot hir e të vërtet. Gjoni flet për Jezusin. Jezusi është fjala e perëndis. Por pyetja që duhet të bëjmë sot është kjo. Pse Gjoni e quan Jezusin fjala? Çfarë do të thot ky titull? Është një figurë që na ndihmon të kuptojmë se kush është perëndia, natyrën e perëndis. Gjoni do të na shpjegoj diçka për mënyrën se si ekziston perëndia. Si mund të kemi dy persona të ndryshëm nga njëri tjetri, por megjithatë atë të jenë njësoj perëndi. Dhe figura që po përdor Gjoni është ajo e një folësi dhe fjalën e tij, fjalës që ai thot. Do të mendojmë pra për folësi dhe fjala. Mendo për vetën tënde dhe fjalët që ti thua. Çfarë marrëdhënieje ke ti me fjalët e tua? Do të mendojmë për tri gjëra që Gjoni po thot, duke na thënë se Jezusi është fjala e perëndis. Dhe së pari, fjalët e tua janë shprehje e asaj që je ti, apo jo? I nxjerr me frymën tënde dhe fjalët e tua, nuk janë ti, por ato janë ti në një farë mënyrë. Ato janë një shprehje e asaj që ti je për brenda. Kur ti flet, fjalët e tua janë vetja jote e fshehur që nxirret në pa dhe bëhet e njohur. Ndjenjat dhe qenia jote e brendshme nxirren në pa përmes fjalët e tua. Një gënjeshtar thot fjalët
megymiestrà, nieri I bwt, flet fial te bwta, nieri I zemerwar, flet fial te zemerwara, ne themi, ne flasin ne cytymynwyr yn y ffact, ne themi mydy jomwa, den y ffact nwn cwptoen dy jo fial y temia, por nwc themi dy jo fial y temia, themi mydy jomwa, sepse de fial y temia, jan, na ta context, jan te niet yn je. Nyse I dy jon fial y temia, mydy jomwa. Fial y tetua jan sprechia jote. Nwc di yn dost y tike ledzuar, ni her ditarin privat te dicwyt, ke jetonia ditar, de ke ledzuar pak, de ke ledzuar mendimet, che ainieri nuki ka thyn cwras cwytietor, vetem ka sgrwaitor, na ditarin evet, na privat si, de ditari te yep nia pastur, se kushurst a I person, che ka sgrwaitor. Por ditari nia razor, dim se ka kufizime, sepse me jemi te kufizuar, nuk te jep nia kuktin te plot per personi, sepse ne nuk mund te sprechen vetten plotesisht, pieserisht ne nuk kuktoin vetten ton plotesisht, pieserisht na mungon fucia sprechias, pieserisht kemi turp per kush jemi, kemi turp per gerat che kemi bur, ve mendimet che kemi menduar, de kështu nuk duam ti shkruajmë ato, as edhe në një ditar privat. Por, kur Perëndia flet, ai nuk është të kufizuar si puna jon. Perëndia kupton veten e tij plotësisht. Perëndia nuk ka asnjë gjë të turpshme në veten e tij. Perëndia është në gjendje të shpreh veten e tij në mënyrë të plot të përsosur, dhe fjala e Perëndis është sprechja e përsosur e plot e natyrës të tij. Bibla në fakt përdor disa figura për kush është Jezusi dhe çfarë marrëdhënie ka I me atin e tij. Figura këtu është folësi dhe fjalën e tij, tek Hebrejt kapitullin e parë, Jezusi është shkëlqimi I lavdisë së Perëndis. Figura është me dieli dhe drita e dielit, ose ai është vula e qenjes së Perëndis, si një vull dhe përshtypja e vullës në dyll. Tek Kolosianëve, Jezusi është shëmbëlimi I Perëndis të padukshëm, modeli I dukshëm I asaj që nuk mund të shihet. Por, sigurisht, figura më I përdorur në fakt në Biblë është se Jezusi është bir. Dhe ati I tij është ati, ai është biri I Perëndis, ashtu si një bir është një kopje e babait të tij. Por në të gjitha këto mënyra, Bibla na flet për marrëdhënien e përjetshme midis Zotit Jezus dhe atit të tij. Jezusi është bir, ati është ati, por megjithatë Jezusi dhe ati janë një. Ka një trini, dhe ky personi dyti trinis, fjala e Perëndis, është shprehja e përjetshme e gjithë shkaja që është Perëndi. Kur ne shohim Jezusin, jemi duke shikuar Perëndin. Ti shprehesh veten përmes fjalëve, por së dyti, fjalët e tua janë të fuqishme. Ti bësh gjërat përmes fjalëve, ti arrin gjëra përmes fjalëve, fjalët janë aktive, ndryshojnë realitetin. Nëse kemi një gjykatësi dhe ai shpall vendimin e tij, fjalët e tij përcaktojnë realitetin. Ose I akuzuari do shkojnë në burg, ose lirohet. Varet nga fjalët e gjyqit. Donald Trumpi thot ushtrisë shkoni bombardoni Iranin dhe bëhet nuft. Fjalët e tij krijon realitet. Dy njerëz flasin fjalë në një seremoni martese dhe timet e tyre ndryshojnë realitetin. Ata thonë po, dhe tani janë qift. Fjalët tona kanë fuqi, por kanë fuqi të kufizuar, sepse jemi të kufizuar.
por fjalët e Perëndis janë të plotfuqishme. Fjala e Perëndis është ajo nëpërmjet të cilës Perëndia bën gjithçka që bën. Dhe Gjoni na tregon me qartësi në vargun e 3, ai thot të gjitha u bën me anë të tij, me anë të fjalës. Pa atë nuk u bë as edhe një gjë nga ato që janë bërë. Perëndia krijoi gjithçka nëpërmjet fjalës. Nëpërmjet Jezusi krijohet çdo gjë, çdo galaktike, çdo grimcrera, çdo gjë që bën Ati, ai bën nëpërmjet fjalës së tij. Ati vepron gjithmonë nëpërmjet Birit. Një burr I pasur vendosi dikur të ndërtonte një shtëpi, një banes për veten e tij, për familjen e tij, dhe ai kishte në mendjen e tij një plan shumë të holluar për shtëpinë e vet, si do të ishte kjo shtëpi. Ai dinte sa dhoma do të jetë, sa më dha do të jenë, si do të dukeshin të gjithë. Kjo ishte shtëpia e ëndrave të tij. Ai ka planifikuar me detaje shumë specifike, por ai I pasuri, ai nuk ishte ndërtues, nuk ishte punëtor, ishte biznesman, nuk ishte inxhinier, nuk ishte arkitekt, dhe kështu ai punësoi një arkitekt për të bërë shtëpinë e tij. Ai shpjegoi arkitektit ëndrrën e tij, dhe puna e arkitektit ishte të bënte ëndrrën realitet. Dhe prandaj 6 muaj, një vit më vonë, arkitekti e mori të pasurin në telefon dhe tha, shiko, shtëpia jote është gati, u bë. Çdo gjë përfunduhet. Eja të shohësh. Dhe I pasuri ishte shumë I emocionuar, sepse kjo është shtëpia e ëndrave të tij. Ai nxitoi të shite shtëpinë e ëndrave të tij. Dhe kur u pa, u shgënjua. Tha, kjo nuk është as pak ajo që doja. Nuk është e njëjtë gjë fare me ëndrrën time, sepse arkitekti nuk ishte në gjendje të lexonte mendjen e tij. Arkitekti nuk e dinte se si ndihej ëndrrën. Ai nuk e kuptonte të pasurin, por Ati dhe Biri janë një. Ndajnë një natyrë, kanë një kuptim të përsosur për njëri tjetrin. Çdo atom I universit që Zoti ka krijuar ishte pikërisht ashtu siç e donte ai, sepse Biri kuptonte Atin në mënyrë të përsosur, ndante të gjithë mendimet e tij, të gjithë natyrën e tij. Dhe kur Gjoni flet për fjalën e Perëndis, ai nuk kupton se Jezusi është ai që shpreh natyrën e Perëndis, dhe Jezusi është ai nëpërmjet të cilit Perëndia ka bërë gjithçka që ai ka bërë me krijim, me shpëtim, çdo gjë në planin e Perëndis bëhet realitet nëpërmjet Jezusin. Së treti, edhe më I rëndësishmi, por të gjithë janë të rëndësishëm. Së treti, fjalët e tua janë komunikim. Fjalët tona shprehen se kush jemi, fjalët tona arrin qëllimet tona, por fjalët tona janë mënyra se si njihemi nga të tjerët. Ne u flasim njerëzve të tjerë, u tregojmë atyre çfarë kemi në zemrat tona, çfarë kemi në mendjet tona. Çdo gjë që Jezusi ka bërë në tokë ishte t'i tregonte botës se kush është Perëndia, se çfarë karakteri ka Perëndia. Kur Gjoni takoi Jezusin, ai po takonte një njeri që ishte Perëndi. Discepujt u takuan një njeri të vërtet, një njeri prej mishit, prej gjakut. Jezusi mund të rrithte gjak, mund të djersiste, ai mund të ishte I lodhur, mund të ishte I dekoruar, mund të ishte frikësuar, njësoj si çdo njeri tjetër. Ishte njeri I vërtet, por Gjoni kuptonte ky njeri është edhe Perëndi. Gjoni ka parë
Mirësinë e Jezusit, fuqinë e Jezusit, karakterin e Jezusit dhe ai e dinte, ky njeri, ky është Perëndia i Israelit, jam ball për ball me Perëndin. Tek Jezusi ai pa jetën e Perëndis të jetuar në tokë. Karakteri Jezusit ishte karakteri Perëndis. Johnny mund të shikonte Jezusin. Dhe ai mendonte, shiko, jam duke shikuar veprimet e Perëndis. Jam duke dëgjuar fjalët e Perëndis. Jam duke shikuar jetën e Perëndis. Johnny mund të dinte me siguri se si është Perëndia. Ai mund të kuptonte më shumë për kush është Perëndia. Dhe kështu na ka folur Perëndia. Perëndia na e ka shfaqur veten e tij, duke dërguar fjalën e tij, birin e tij, i cili ndan natyrën e tij, i cili është shprehja e vetvetes. Ai dërgoi Jezusin të jetonte të vdiste midis nesh, kur njerëzit shikojnë Jezus Krishtin, ata po shikojnë Perëndin. Kur ne dëgjojmë Jezusin, jemi duke dëgjuar Perëndin. Duhet të kuptojmë këtë. Duhet të bëjmë pjesë e mënyrës se si mendojmë për botën. Ne njohim Perëndin duke njohur Jezus Krishtin. Ka vetëm një rrugë, ka vetëm një fjalë, vetëm një shprehje e Perëndis, vetëm një mënyrë në të cilën Perëndia komunikon me ne dhe është përmes Jezusin. Nëse ti do të njihesh Perëndin, nëse ti do të kesh një marrëdhënie të gjallë me Perëndin, duhet të shikosh Jezusin. Karakteri Perëndis është e shfaqur në të. Nëse do të kuptosh qëndrimin e Zotit për ndonjë gjë, shiko se si reagon Jezusin për këtë gjë. Studio jetën e tij, fjalët e tij, veprimet e tij, marrëdhëniet e tij me burrat, me gratë, me fëmijët. Ai është fjala e Perëndis. Nëse ne përpiqemi të mendojmë për kush është Perëndia pa Jezusin, do të dështojmë. Do të dalim nga rruga fare. Johnny na thot, as kush, vargun 18, as kush se pa Perëndin kur, i vetëm lindur i birë që është në gjirin e atit, ai e bëri të njohur. Njerëzit gjithmonë janë përpjekur të njohin Perëndin gjatë gjithë shekujve në shumë mënyra. Janë përpjekur të kuptojnë Perëndin në disa mënyra, filozofi, meditim, droga psikedelike, shkëndës, por të gjitha kanë dështuar, askush nuk e ka parë kur Perëndin, askush nuk e ka kuptuar Perëndin përveç Jezusin, dhe Perëndia i vetmi birë e ka bërë atë të njohur. Nëse duam të njohim Perëndin, duhet të shkojmë te Jezusin. Ai një herë e përgjithmonë e ka bërë Perëndin të njohur. Ai është zemra e Perëndis e hapur për botën që ta shoh. Një gjë do themi para se të mbyllim. Jezusi është fjala e Perëndis, ai është shprehja e përsosur e Perëndis, fuqia e Perëndis. Perëndia që na është bërë njohur. Por çfarë është mënyra më e madhe, mënyra më e qartë në të cilën Jezusi na ka treguar se kush është Perëndia? Është me mirëvepër të tij, është me vdekjen e tij. Kur ne shikojmë kryqin e Jezusit, ne shohim fjalën më të zhurmshme, fjalën më të qartë, shohim mesazhin e madh e Perëndia për botën. Në kryq ne shohim se çfarë meritojnë mëkatet tona. Ne shohim urrëtitjen e Perëndis për mëkat. Ne shohim serioziteti i mëkatit tonë. Ne shohim sa erët janë zemrat tona. Në kryq shohim mëkati, por edhe shohim dashurinë e Perëndis. Shohim dashurinë e bariut të madh për delët e vet.
Corne shikojmë Jezusin edhe corne shikojmë Jezu Krishti kryqëzuar, duhet të drithemi. Nëse ti nuk je një besimtar, nëse nuk i përkisni Jezusit, kryqi të tregon për zemrën e Perëndis, të thret për pendim për mëkatet e tua, thret për të vish për të kërkosh mëshirë nga vetë Perëndia. Dhe nëse je besimtar, duhet të drithemi kur mendon për atë që Jezusi ka bërë, për atë që Jezusi na ka treguar në kryq. Kur i kërkon falje Perëndis, duhet të drithemi kur mendojmë se si u fitua falja jote. Perëndia i përjetshëm erdhi në botë, u bë mish për shkak të mëkateve të tua, nëse je besimtar. Nëse angjeli më i madh ka ardhur nga qielli në tokë dhe do të ishte kryqëzuar, nuk do të kishte vlerë. Nuk do të kishte paguar për mëkatet e tua. I vetmi që mund të të shpëtonte ishte biri Perëndis, ishte fjala e Perëndis, ishte krijuesi i universit. Nëse je besimtar, mëkatet e tua e solën Perëndin nga qielli në kryq. Na bën të drithemi dhe edhe të gëzohemi kur mendojmë për kush është Jezusi, për hyjninë e tij. Ne kemi parë, ne kemi mësuar, ne kemi vështruar fytyrën e Perëndis të bërë mish. Ne dim tani sa shumë i do ky Perëndi mëkatarët. Kemi parë çmimin që ai ishte i gatshëm të paguante për të shpëtuar popullin e vet. Nëpërmjet fjalës së përjetshme, Perëndia na ka hapur zemrën e tij. Është një zemër plot dashuri, plot hir, plot mirësi. Le të kthemi syt gjithmonë pra te Jezusi. Le të adhurojmë fjalën e Perëndis.